goxha interesant si projekt. Do të lidhemi me Besar Xhaferin, deputeti i Partisë Demokratike dhe me avokat për parim Çaça për të diskutuar më shumë se pse ka qenë nevojshme si fillim dhe më tej çfarë fshihet pas këtij projekti. Nuk e di nëse i kemi në lidhje. Mirëmëngjes. Mirë se vini, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Do doja zoti Xhaferi ta nisja me ju, me qenë se qeveria e ka paraqitur si investim strategjik, është grupfjalëshi i preferuar. Po, investim strategjik për sigurinë. Shihni në të vërtetë ju një investim për sigurinë e qytetarëve, duke konsideruar edhe faktin që kohë më parë kemi patur për të njëjtën arsye 2 satelit me kosto të jashtëzakonshme, me një ushtri të tërë patronazhistësh, çfarë duhet monitoruar në të vërtetë dhe a është një kontratë në thelb që ngre pikpyetje serioze për mënyrën se si po përdoren parat publike? Fjala strategjike është një fjalë që i tremb qytetarët shqiptar, sepse kudo që përdoret ky term do të thotë që bishtin ndarë dhe ka nga mbrapa. Por nëse do shkonim për ta skanuar këtë aferë, do doja që ta ndanim në 3 kategori, të cilat besoj se çdo lloj kontrate publike duhet t'i shohim me shumë kujdes. Kategoria e parë është gara. Një tender me këtë shifër kaq të madhe që bëhet pa garë, tregon automatikisht që është një aferë e krijuar për të vjedhur. Dhe çdo gjë që bëhet pa garë sjell normalisht problemin e dytë, eficiencën. Eficiencën e përdorimit të buxhetit tonë, që dhe KLSH-ja vet, kontrolli i lartë i shtetit, akuzon që gati 33% shkon në drejtim të paditur, shkon në xhepa qytetarësh, nuk shkon në destinacion. Dhe pikërisht edhe nga ajo që kemi biseduar me ekspertë të ndryshëm të IT-s, për një popullat prej 2.4 milion banorësh që është Shqipëria, sipas Instatit, mendoj që është edhe më pak, do mjaftonin 50 deri në 80 milion dollar. Pra, jemi me një abuzim që shkon diku te 70 deri në 90 milion dollar nëse i shton dhe TVSH. Pra, që këtu duke u bërë pagar, shohim dhe një abuzim të madh me fondet e qytetarëve. Dhe duke dalë pastaj edhe çështja e tretë, që duhet ta shohim me shumë kujdes kur bëhen shifra kaq të mëdha, qëllimin. Pra, a ja vlen qëllimin, a ka Shqipëria një emergjencë për të survejuar, apo ka Shqipëria një emergjencë për të krijuar spitale më efikase për qytetarët, për të krijuar shkolla më të mira për fëmijët, për të krijuar rrugë me standarde më të larta, për të krijuar mbështetje për fermerin i cili vuan sot, pra, dhe qindra halleve që ka Shqipëria, shumë herë më të rëndësishme se sa survejimi dhe kjo siguri Smart City. Shqipëria mburret, pra sipas policisë shtetit, që ne jemi nga vendet me vrasjet më të ulta në Evropë, me vjedhjet më të ulta, me krimet më të ulta. Atëherë ku lind kjo emergjencë strategjike për të survejuar në këtë mënyrë? Pale pastaj për të dalë edhe në një faktor tjetër që ky tender është komplet i lidhur me një shtet që nuk ka norma demokratike. Sado i zhvilluar është Abu Dhabi, apo Dubai, apo çdo lloj shtet tjetër i lindjes mesme, nuk futet në familjet e shteteve demokratike që respekton të drejtat e njeriut. Është një shtet autoritar, ultra autoritar, me monarki absolute, ku nuk ka as zgjedhje, as drejta njeriu, as i gjë. Dhe kushdo që ka vendosur të jetojë në Abu Dhabi e di këtë, i ka thënë mendjes unë nuk kam të drejta, por do zbatoj çdo gjë, çdo urdhër që më vjen nga ky regjim. Pra, për këtë arsye, duke i analizuar të kadra këto, është shumë e qartë që ky tender është krijuar, është qepur me dorë, pra është në një, le të themi sarto, në një roba qepsje e qep tenderin sipas trupit të një kompanie dhe është bërë me qëllimin për të vjedhur më mos gjysmën e fondeve, të cilat ne do paguajmë dhe 4% interes çdo vit për këtë vjedhje. Pra një kapriço i kryeministrit, siç ishte me inceneratorin, siç ishte me Akshin, siç është me çdo gjë aferë kaq të madhe strategjike, përsëri do përfundojmë në këtë gjë për kjo aferë. Shpresoj shumë që edhe me protestat që po ndodhin, por edhe me ndryshimet që do vinë në Shqipëri shumë shpejt,
kjo mos të finalizohet sepse është një vrim tjetër në xhepat dhe buxhetin e taksapaguesve shqiptar. Qartë, nuk e di nëse zoti Çaça mendon njëjtë me ju dhe do doja të dija ndër të tjera dhe pse një projekt me vlerë mbi 118 milion dollar nuk kalon përmes një gare të hapur ndërkombëtare. Do të thonë, është e lejueshme që të realizohet pa tenderim një kontratë e tillë? Problemi është e para janë pak a shumë në tjetër ndihmë me Besardin. Kërkojmë që të duhet ndarë për mendimin tim në 3 pika kryesore, po themi ky lloj financimi. E para do duhet themi që a do duhet shkonte këtu ky fond, a jemi tek pjesa e prioriteteve në rastin konkret, sepse po bëhet fjalë për një huaj, e cila është miratuar praktikisht ky lloj fondi, pra ky lloj huaj edhe nga parlamenti dhe normalisht do duhet shkonte në një nga pjesat apo sektorët më nevralgjik, po themi, të shoqërisë shqiptare. A duhet shkonte këtu, po themi, në këtë, po themi, projekt i cili duket shumë i bukur, shumë trendi, me thënë të drejtën, por nuk e di, një projekt që deri diku e bën Shqipërinë një Big Brother të madh. Problemi është që a nuk do të kishte fusha të tjera, siç për mendimin tim mund të ishte siguria për sa i përket të zjarreve, nuk kishim derë minimalisht paktën një herë një avion Canadian Air, sepse jemi bërë gazi botës, po themi në rastin. E vërtetë edhe në fakt u bë shumë kohë po e presim këtë, sepse që prej kohës kur zoti Vengu ishte ministër, ne premtojmë. Harxojmë më shumë, po themi, karburant me helikopterin, se sa ajo kove ujit, po themi, që hedhin për të shkuar zjarret, që është pothuajse inekzistente. E para kjo. E dyta, ka një politikë dhe ka një qasje kjo majorancë faktikisht nuk është tashmë. Unë besoj që është e qëllimshme me dashje që ka të bëjë pikërisht me atë që i bëhet fondeve në këtë vend, fondeve publike, që ka të bëjë me fryrjen e po themi të shifrave. Pra fryrjen e fondit limit në mënyrë që realisht që të vijë sa më shumë. Do duhet ta themi troç. Kjo duket në rrugët, pra në ato që jepën koncesion, në çfarë do lloj sektori merrni gjithçka, është madje më shumë se sa media europiane. Është fatkesi, po themi, ta themi gjë të tillë, por ja që po na ndodh. Në çdo lloj investimi që bëhet në vendin tonë, në çdo lloj prokurimi, nëse do merrni, po themi, në aspektin paragonal ose krahasimor, do të shikoni që realisht ne jemi shumë më lart se sa Europa. Pastaj cilësia ose po themi pasojat që vjen pas të kuptimin e kryes punës është skandaloze. Pra kjo është e dyta. E treta pastaj është siguria në kuptimin e asaj që ne do duhet të quajmë një proces fair, pra një proces të ndershëm që ka të bëjë me tenderimin, që qysh nga momenti që ka dalë skandali e Akshit, unë besoj që kjo punë është mbyllur. Pra që do të thotë që gjithçka mund të ndërhyet dhe për të përgjigjur në pyetjes tuaj, do të thoja që edhe pse në legislacion parashikohen këto lloj raste, po themi, të jashtëzakonshme, nuk jemi përpara një rasti të tillë. Sepse këtu në Shqipëri fatikisht për të artikuluar, për të kanalizuar, po themi, rastin e kuptimin e një emergjencë caktuar, çfarë nuk ndodh, siç është rasti i financimit fatikisht edhe për koncertin e Ken West. Pra, për mendimin tim, është një qasje që ka kjo majorancë, faktikisht në lidhje me abuzimin që bëhet me fondet publike, duke fryrë sa më shumë ata, dhe normalisht 1% shumë e vogël më pas hidhet për investimin. A do duhet që edhe Shqipëria fatikisht të projektohet pikërisht në sigurinë e tjera, edhe unë besoj që po, por këta shifra janë alarmante, janë shifra shumë të fryra dhe nuk përgjigjen absolutisht atë qëllim fatikisht që ka pasur të paktën edhe legjislatori në rastin konkret, për sa i përket pikërisht të projektit specifik. Kuptoj që kemi të bëjmë dukshëm me një tender me flamur të kuq, që ndoshta në ditët vijim mund të shikojmë edhe të reja të tjera. Meqense jemi tek shifrat, edhe pse analizat krahasuese në fakt flasin për një diferencë të konsiderueshme mes kostove të këtij projekti edhe çmimet përkatëse në tregun ndërkombëtar. Ka element këtu që kërkon një hetim të pavarur financiar dhe për sa kohë kryeministri thotë që është i bindur, pra qeveria thonë se çmimi është goxha konkurrues. Pse nuk publikohet një analizë plot financiare, specifikime teknike që justifikojnë çdo dollar për këtë projekt? Zoti Çaça? Unë besoj që kjo, tani më thuaj çfarë është transparente në këtë vend. Po marrim edhe atë, po themi çfarë kush ishte indicia edhe për sa përket kësaj proteste të jashtëzakonshme kohë të fundit qytetare.
ishte pikërisht se mundohet një transparencë për një projekt caktuar, për një investim caktuar strategjik, në cili faktikisht në rast konkret nuk është se është anatemuar në po themi imprimis për faktin sepse kemi bënë investim të huaj, të madh etj. E para që po themi është punuar, është kundërshtuar ka të bëjë me faktin që nuk ka transparencë, pra nuk ka transparencë sepse ashtu siç e koncepton ky kryeminist, po themi këtë tavën e madhe, këtë tepsinë e madhe të Shqipërisë është që ai mund t'i ndaj, mund t'i jap ato copat si ai e ka menduar dhe ka gjykuar, po themi, për mik, për qoka etj. Problemi më i madh është që nuk ka transparencë jo vetëm në këtë. Unë besoj që në programimin publik duhet një reformë thellë. Kjo qeveri nuk e bën më, po themi ka dështuar totalisht. Sepse duket sikur shikohet si një gjë, si një krenari e madhe, po themi në mënyrë se si programe publike. Unë kam qenë edhe drejtues para shumë viteve dhe reforma e vërtetë në programin publike fatikisht u bë gjatë qeverisë së Zoti Berisha 2005-2013, ku kaluam fatikisht nga programimet të cilat ishin ato zatat e famshme në programimet elektronike dhe deri diku funksiononte sistemi. Sistemi funksionon kur ti nuk fut duart në sistem. Nëse ti me anë të akshit, me anë të pjesës së sigurisë më pas nuk ke nevojë dhe bën lloj makinacionesh për fituar tenderime, për të marrë ato gjithmonë në kufit e fondit limit, do të thotë që ti nuk mund të bësh më transparent sepse normalisht dihet. Dhe më pas edhe ankimimet që bëhen fatikisht në Komisionin e Punëve Publike janë gjithmonë pastaj të orientuara ose në temat e përgjigjet ose si më thënë ato ankimet dihet se çfarë përgjigje do kenë duke pas parasysh se kanë ndërhyrje të pushtetit. Pra dhe ky është një problem shumë i madh sepse transparenca aty është zero. Madje do të ftoja gjitha institucionet sidomos kontrolin e shtetit që është imprimis, por edhe institucionet e tjera pse jo ligjpatuese, ky problemi për sa i përket këtyre tenderimeve, po themi të cilat janë përcaktuese në famur kuq, do duhet realisht të jenë objekt hetimi. Ka ardhur koha që nuk mund të vazhdojnë paratë qytetarëve të taksohen, sidomos ata që madje kemi bërë paratë të cilat janë marrë ua për të bërë një investim të rëndësishëm për ndryshuar jetën e qytetarëve dhe në fakt shikohen vetëm thjesht si një fond për t'i ndarë dhe për t'i futur në xhepat e tyre. E qartë, ndërkohë që nga pikpamja juridike nuk janë respektuar këto standardet të transparencës dhe konkurrencës që parashikon të paktën legjislacioni shqiptar për tenderime të kësaj natyre, kur kalojnë në nivele ndërkombëtare, do doja dija nga zoti Xhaferi, nëse ky projekt është kaq i rëndësishëm për mbrojtjen, për sigurinë, pse të paktën nuk e kemi ndier transparencën në sensin e të zhvilluarit të një debati të gjerë publik me ekspertët teknologjisë, sigurisë, mbrojtjes së të dhënave? Apo normalisht kjo ka mbaruar prej 2017-s, pra unë kam deklaruar dhe herë të tjera që Shqipëria është qeverisur shumë mirë shumë mirë, qeverisur më mirë kur ka pasur qeveri me koalicion. Sa do të brishta apo problematike që mund të ketë qenë, ishin qeveri që rrezikonin të rrëzoheshin. Dhe kur rrezikohej të rrëzoheshe, kishte edhe pak më shumë transparencë, shumë debat publik, prezencë të kryeministrit në seanca plenare që të shkonte tek le të themi parlamenti që është përfaqësuesi i popullit për të përgjigjur çdo lloj debati, sado një kryeminist Rama është munduar të përgjigjë me vulgaritet. Ndërkohë prej 2017-s kemi një parti shtet, një parti që i ka kartonat në rresht, i ngre për të vjedhur dhe plaçkitur Shqipërinë pa kuptuar se për çfarë po i ngre, deputet pa karakter dhe pa njohuri, edhe pa informacion, edhe pa të drejtën për të pyetur, edhe për të kundërshtuar dhe ndonjë gjë që atyre ju duket e padrejtë. Dhe kemi normalisht prej 2017-s ligjet më absurde të mundshme që kanë kaluar në Shqipëri. Futet këtu faktin që Shqipëria ka qenë 5 vjet pa gjykatë të lartë, gjykatë kushtetuese, që është një luna parku i një autokrati për qeverisur, pra duke mos patur as frikë drejtësinë. Ne kemi përfunduar në ligje të cilat po rezultojnë sot si absurde, por ndërkohë opozita e ka denoncuar në kohë, siç ishte ligji për zonat e mbrojtura. E kemi nxjerrë publikuar dhe videon së fundmi se kur është votuar, se sa krenari ishin këta deputet e unuk që votuan në rresht dhe nuk e dinin se çfarë po votonin. Shkatrimin e gjithë zonave të mbrojtura të Shqipërisë. Po ashtu ligjin e investimeve strategjike, paketa e maleve, e çdo gjë tjetër, të cilat kalojnë
me shumë krenari nga këta deputet që po japin fundin e Shqipërisë. Pra, nuk ka transparencë, nuk do ketë transparencë për asnjë gjë, sepse kjo mazhorancë do të qeverisi, ka dëshirë të qeverisi me arrogancë. Transparencën e quan si një dobësi të pushtetit saj absolut që do të instaloj në Shqipëri. Kështu që nuk ka për të patur ndonjëherë transparencë. Transparencë vetëm që e bën, unë ju përgëzoj, jeni ju si televizion, që mundoheni të investigoni çdo detaj të këtij pushteti absolut. Është një opozit që bën deklaratat e saj, bën pyetjet e saj, ngre pikë pyetjet e qytetarëve dhe shpresoj që së fundmi do jetë institucioni protestës që po krijohet nga qytetarët në mënyrë që të detyrojë këtë pushtet absolut për të qenë llogaridhënës. Qartë, shumë faleminderit. Ndërkohë që për që ne të paktën për ai sa mund të jemi transparent, në dokumentacionin publik mungojnë detaje mbi administrimin e të dhënave. Nuk e dim se kush do të ketë akses aty tek informacioni që do të mbledhin këto kamera që monitoruese, çfarë garancish mund të ekzistojnë se nuk do të keq përdoren, pa ekziston rreziku që një sistem i projektuar për sigurinë publike të shndërrohet në një instrument edhe më të madh të mbikëqyrjes së qytetarëve, nëse do të mungonin mekanizmat e pavarur të kontrollit. Zoti Xhaferi dhe më pas Çaça. Garancia është që ato do keq përdoren. Nuk ka garanci që nuk do keq përdoren, garancia është që do keq përdoren siç janë keq përdorur. Pra, siç janë keq përdorur nga ushtria e patronazhistëve për fushata zgjedhore, siç u vodhën dhe dolën publik prej hakerave iranian. Pra, të dhënat shqiptare mund të jenë të dhënat më të dhunuara në gjithë rrezullin toksor. Pra, të dhëna tona sensitive, siç janë le themi kompanit tona, rrogat tona, të ardhurat tona, pasaportat tona, dhënat tona biometrike, kudo janë sheshit. Udhëtime që kryejnë. Pikërisht sot ato janë kudo për njerëz dashakeqës në gjithë botën që mund marri emrin e Besar Xhaferit, numrin e pasaportës, të dhënat biometrike dhe mund të hapi një kompani në një ishull offshore dhe të bëj krime financiare dhe unë nuk jam dieni, ai ka dhe firmën time, e ka digjitale. Pra mund ta gjej, mund ta bëj një haker. Dhe këto gjëra janë tashmë të keq përdorura, kështu që unë do i përgjigjesha pyetjes së që ka garanci që do keq përdoren. Jo që nuk do keq përdoren. Ndërkohë mes gjithë këtyre që ka ndodhur vetëm për ata satelitët nuk u kuptua kur gjeneruan të dhëna apo jo. Zoti Çaça, ju si mendoni? Jo vetëm satelitët, por kemi edhe këto 2 dronët. Jam shumë kurioz të shoh ato dronët. Ata nga 70.000 euro. Po pra, ishte jo të dy ndoshta 70.000 euro, por prapë është shifër e jashtëzakonshme, më thënë fryr pafundësisht. Është qasje, pra edhe nga pushteti qendror në pushtetin lokal. Atje në Vlorë thonë i ka përhapur metastazat kudo. Tani e vërtetë është në lidhje me planimin, më thënë të drejtën, se çfarë do ndodhë më pas në lidhje me gjitha këto kamera me të famshëm Smart City, më thënë është gjëja më problematike ose më themi më dyshuese që edhe unë personalisht kam. Çfarë do të ndodhë është një kakofoni është totalisht e paqartë, do të jetë vetëm policia, pra në raste konkrete të cilat do të bëjë këtë lloj monitorimi, apo do të jetë një gëshëtim edhe me pushtetin lokal, sepse në praktika më të mira, me thënë të drejtën, shumica e qyteteve, edhe në kuptimin e menaxhimit të kamerat sigurisë në rasti konkret, sepse po flasë është një mini Big Brother, siç e thash, këtë e bën pushteti lokal. Kam mendimin që ndoshta tek ne do të jetë vetëm policia, sepse vetëm aty ata kanë mundësi që të kenë akses, sepse pushteti, po themi, lokal mund të jetë i pamenaxhueshëm për ta, dhe kjo është një gjë rrezikshme. Pra, kjo është akoma, po themi, dhe më problematike se sa të gjitha ato problemet e tjera që ne nxorëm në lidhje me të tenderim, a do duhet shkonin fondet këtu apo jo. Mënyra se si do përdorë më pas është një gjë jashtëzakonisht, po themi, që ka të bëjë me privasin, ka të bëjë me jetën e çdo qytetari, pavarësisht se mund të jetë domosdoshme në momente të caktuara, sidomos për sa i përket pjesës të zhvillueshmërisë në rastin e krimeve, siç ka ndodhur në disa raste që më thonë drejtën, kanë qenë pikërisht kamerat sigurisë ata që kanë bërë mund të zbulimin e autorit. Por ama menaxhimi i këtyre kamerave, monitorimi, përdorimi i tyre realisht kërkon për mendimin tim një
sens përgjegjësie të jashtëzakonshme të lartë në mënyrë që politika do duhet të qëndrojë larg. Qoftë kushdo, qoftë në pushtet, do duhet të jetë thjesht teknike dhe të mos keq përdoren, siç ka ndodhur në rastet e tjera, siç e zgjodhëm më parë, kemi rastin e Akshit, i cili ai skandal tregon gjithçka se çfarë bëhet me sigurinë e qytetarëve në këtë vend. Prandaj edhe unë kam shumë dyshimet e mia, po themi në lidhje me këtë mënyrë se si do operohet më pas. Ndërkohë një pyetje të fundit. Doja të thoja edhe diçka tjetër që më kujtua, është që më kujtua nga avokati që përmendi që do jetë policia, me drejt policia do të jetë ajo që duhet t'i administrojë këto dhëna, por policia ka patur në të shkuarën histori shumë të zeza që ka informuar grupe kriminale për rivalët e tyre. Dhe kjo ka sjell pastaj edhe në ekzekutime fizike, pra të grupeve rivale. Dhe edhe Teamsi është një lloj sistemi të dhënash, pra elektronik në kohë reale, të cilat rivalet i kanë përdorur për të ekzekutuar njëri tjetrin. Po ashtu SkyECC ka nxjerrë histori makabre ku agent të krimit apo shef të kriminalistikës edhe deri në nivel drejtori kanë informuar në kohë reale gjithë grupet më të rrezikshme kriminale. Pra edhe fakti që do jetë policia e vetme që do i administrojë, policia ka një rekord dhe një histori shumë të zezë me bashkëpunimit me krimin përfatkeq. Thënë kjo në fakt edhe kohët e fundit nga investigimet nga zyri televizion, ka qenë edhe një farë bashkëpunimi edhe me rrjete të tëra call center-ash me aktivitet të dyshuar që në një farë momenti kur policia thirrej, gjithçka zhdukej. Një pyetje të fundit që ndoshta do t'i interesonte çdo taksapaguesi në fund të këtij projekti, a do të ketë Shqipëria një sistem sigurie që do justifikojë 118 milion euro borxh publik? A do të zgjas kjo huaja ose vetë ky sistem më shumë se 15 vite që do të paguajmë këtë huan? Apo do jetë projekti më i debatuar i viteve të fundit? Unë mendoj që shanset i ka të jetë një aferë akshi tjetër, apo një aferë inceneratori tjetër, sepse është krijuar në ato tre kategori që përmenda më parë. Nuk ka garë, nuk ka eficiencë buxhetore dhe qëllimi është i debatueshëm. Shqipëria nuk vuan në siguri publike se nuk ka mjete. Pra, një vend nuk ka nevojë për shumë teknologji që të jetë i sigurt. Një vend ka nevojë për vullnet për të qenë i sigurt, pra vullnet politik, vullnet policor, vullnet shoqëror për të qenë i sigurt. Pra në Shqipëri sot që hyn tonelata euro nga porti, nga aeroporti, nga kufiri, nuk hyn se nuk ka mjete për t'i monitoruar këto tonelata euro. Madje hyn sepse këto mjete fiken, siç janë pas fikur radarët e ushtrisë, kur eksportonim dhe eksportojmë drogë në shumicë. Atëherë eksportonim kanabis, sot eksportojmë kokainë. Pra, çdo gjë është me sa vullnet ka. Shqipëria sot, për të qenë një vend i sigurt, ka nevojë për një qeveri e cila do luftoj për sigurinë publike. Do luftoj pastrimin e parave, do luftoj trafikimin e lëndëve narkotike, të cilat na kanë rrezikuar marrëdhënien strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ne po mundohemi të krijojmë marrëdhënie strategjike me lindjen e mesme dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po humbim marrëdhënie strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me botën e lirë. Normalisht bota e lirë nuk pranon një vend mes të Evropës me narkoekonomi, me narkovizion edhe me narkoqeveri. Pra, unë nuk mendoj se kjo ka përcjellur, le të themi, siguri publike më të madhe për Shqipërinë, por do sjellë korrupsion akoma dhe më të madhe në emrin e sigurisë publike. Dhe për këtë arsye mendoj dhe shpresoj që kjo të dështoj dhe ka mundësi të dështoj, në rast se patjetër presioni qytetar do vazhdoj, do rritet, megjithse gjasat dhe sinjalet duken jo inkurajuese, sepse ndërkohë që ne bëjmë protesta kaq të mëdha për shoqëria civile, kryeministri shkon dhe jep 4 milion euro për një këngëtar, apo tani do vazhdoj me të gjitha çmenduritë që kur ai vën kokë do t'i vazhdoj dhe në mënyrë arrogante, jo transparente, që të tregoj se është akoma ai që qeveris. Por maska i ka rënë, mediat ndërkombëtare po ja çjerrin atë maskë, në opinionin publik i cili ishte manipuluar me shumë
para dhe me shumë dhunë dhe me shumë intimidim, po çlirohet dhe imazhi i Edi Ramës si një autokrat që keq përdor taksat tona, po del edhe po bëhet akoma dhe me kristal në mendjet e qytetarëve. Në rregull, zoti Çaça? Besoj që është gjetur ky mjet në rastin konkret, po flas në aspektin procedurial, thjesht për të bërë një prokurim të tillë, jo për një qëllim po themi madhor që ka të bëjë me rritjen e sigurisë qytetarëve apo forcimin e sigurisë, por vetëm thjesht për një aferë korruptive të pastër, duke bërë fryrje të çmimeve në rastin konkret, besoj që një kamerë do e blejmë sa më shumë se 5 e medias po themi europiane, dhe siç ka ndodhur në të gjitha prokurimet e tjera, kështu që do të jetë edhe ky prokurim në këtë vazhd pra të vjedhjes së zhvatjes, dhe sidomos siç e citova më parë, po flasim për një hua, pra në rastin konkret që është marrë për të shkuar në një sektor të rëndësishëm, ku duket që tashmë dukshëm edhe aty ku mund të kontrollohet dhe më pak, është pikërisht jemi në pjesën e smartit, po themi në rastin konkret, të teknologjisë që mënyra për të abuzuar ndoshta është shumë herë më e madhe dhe për ta kontrolluar ndoshta shumë herë më e vogël. Kështu që këtu gjenden lloj makinacione si për të zhvatur paratë publike. Kështu që besoj edhe unë që në rastin konkret nuk është se do ndryshon një gjë e madhe, pastaj ai rreziku që cituam më parë, për sa i përket mënyrës se si do menaxhohet të gjitha, është akoma besoj një rrezik i madh që uroj që të paktën minimalisht mediat në kuptimin e transparencës të jenë të paktën, sepse ata janë të vetmet që kontrastojnë pikërisht këtë majorancë të qeveri, sepse pjesa tjetër në rastin konkret të institucioneve, përfshirë dhe ata të spakut dhe të pogorive, po themi pse dhe të rretheve, kanë ndaluar tashmë dhe kjo qeveri, po themi kjo majorancë është në atë rënien e lirë pikërisht kësaj situate. Gjithsesi jemi këtu do ta shohojmë, por do mbetet për të parë. Kam një fushmëri po themi pozitive. E kuptoj, shumë faleminderit. Doja ta mbyllja edhe me një batut që siguria publike do rritet në nivele që policia do ketë mundësi të investigojë 10.000 akaunte që bëjnë review negative në biznese. Kjo është. Po, edhe kjo ishte interesante. Është shumë aktuale. Faleminderit shumë për kohën zoti Çaça, zoti Xhaferi. Fundjavë të mbar. Faleminderit. Ndërkohë do më pëlqen edhe mua që të bëja një batut tjetër me gjitha situatë orwelliane.